Luizelli dhe Julian Deta kanë qenë të ftuar në një emision ku sollën një atmosferë të lehtë dhe plot humor, duke shkëmbyer batuta që nuk kaluan pa u vënë re nga publiku. Dy figura të njohura të ekranit treguan edhe një herë se raporti i tyre shoqërohet me ironi të shëndetshme dhe spontanitet, element që bën intervistën veçanërisht argëtuese. Por biseda mori një kthes komike kur Luizi u drejtua Julit, duke i kujtuar eksperiencën e shtëpinë të famshme dhe duke ngacmuar për humbjen ndaj Eglacenos. Me ton shakaje dhe mes të qeshurave në studio, Luizi deklaroi: "Si s'ke turpe del këtu, të mundi Eglaceno." Jul Deta nuk vonoi të përgjigjen në të njëjtën frym, duke kthyer batutën në favor të tij. Ai theksoi se sipas tij është më e pranueshme të humbasesh përballë Eglas se sa të mundesh nga Luizi. Është më mirë të mund Eglas se sa të humbasesh me Luizin. Shkëmbimi i tyre u prit me të qeshura nga të pranishëm, duke treguar se pavarësisht rivaliteteve televizive, raporti mes tyre mbetet sportiv dhe i mbushur me humor. Momenti u bë shpejt një nga pjesët më të komentuara të intervistës, duke rikthyer në vëmendje dinamika dhe debatet që kanë shoqëruar figurat publike pas eksperiencave të tyre në reality show. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.